Sigurisht, çështja në shqyrtimin e gjykatën kushtetuese e kërkesës së zotit Veliajit ishte një nga çështjet më të diskutuara dhe rrethin e juristëve, avokatëve përsa i përket jurisdiksionit kushtetues. Ajo që konstatova unë dhe përpara, por dhe më pas dhënies së vendimit nga ana e gjykatës kushtetuese është fakti që të gjithë juristët binin në një mendje përsa i përket disponimit nga ana e gjykatës kushtetuese. Në vlerësimin tim ishte një vendim i cili pritej nga ana e gjykatës kushtetuese dhe për të qenë sinqert me publikun që na ndjek, është rasti i parë që një vendim i gjykatës kushtetuese pranohet nga të gjithë palët. Kur flas palët, flas aktorët kryesor politik. Jo vetëm në rrafshin politik, por dhe në aspektin e profesionistëve dhe njohësve të ligjit. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese në vlerësimin tim është një vlerësim kushtetues. Gjykata kushtetuese në rastin konkret u ngrit në nivelin që duhet të jetë një gjykatë kushtetuese, që shqyrton një çështje që ka një rëndësi thelbësore në këtë moment, pa ndikuar nga palët, dhe unë e vlerësoj pozitivisht vendimin e gjykatës kushtetuese. Qartë, u përqafua dhe nga aktorët politik dhe eksponentët politik në vendin tonë. Sa i takon pranisë të tij, çfarë e pengon atë tashmë? Si mund të ketë vendimmarrje? Çfarë pritet të ndodhë? Një kohë që në seancën gjyqësore në mos gaboj ka qenë dhe njëri prej avokatëve të zotit Veliaj që tha, po merren vendime nga ana e Bashkisë Tiranë me ata që sot duhet firmosin si padron apo si drejtues në Bashkinë Tiranë, por që zoti Veliaj nuk është prezent aty. Pra, po firmoset ndërkohë akte, vendime, marrëveshje. Po, sepse ka delegim komandimin, pra ka delegim përgjësie. E kuptoj. Ligjërisht mban përgjësi zoti Veliaj për këtë firma që po hidhen sot? Tani, si rregull, unë nuk i di aktet që janë ndërmarrë në aspektin administrativ, por besoj se është marrë një urdhër për delegimin e kompetencave të kryetarit bashkisë në mënyrë që për këtë fazë që atij është privuar liria dhe është në zbatimin e efekteve të masës sigurimit arrest me burg, të ketë mundësinë bashkia si organ publik që të ushtrojë ato kompetencat funksionale që parashikon ligji dhe të gjithë aktet normative në fuqi. Unë do doja të sqaroja qytetarët që vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka ndikim të drejtë për drejtë në hetimin e procedimit penal dhe gjykimin e çështjes penale të zotit Veliaj pranë prokurisë së posaçme dhe gjykatës shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk ka ndikim të drejtë për drejtë sepse normalisht janë dy procedura të ndara, ku gjykata kushtetuese u shpreh dhe shfuqizoi vendimin për shkarkimin e zotit Veliaj nga detyra, ndërsa tek çështja penale ai është duke votuar për veprat penale për të cilën Spaku ka ngritur akuzë. Por sigurisht më duhet të them që Spaku në rastin konkret nuk duhet të vlerësojë vetëm rëndësinë e atij procedimi penal. Ata prokurorë nuk duhet të vlerësojnë vetëm rëndësinë e atij procedimit penal, por të vlerësojnë në vija më të përgjithshme dhe interesin më të lartë publik. Sepse nëse do të marrim në analizë vendimin për caktimin e masës sigurimit zotit Veliaj, që u lan fuqi nga gjykata apelit, nuk u pranua rekursin e gjykatë lartë, do të konstatohet se një nga shkaqet kryesore dhe një nga problemet kryesore që kishte Spaku në momentin që i kërkoi caktimin e masës sigurimit më të rënda të arrestit me burg, ishte fakti që zoti Veliaj në detyrën e kryetarit të Bashkisë Tiranës mund të dikonte në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort në provat. Kjo për faktin se një pjesë e madhe e të gjithë dokumentave, akteve shkresore të cilat kanë shërbyer për hetimin e procedimit penal nga kërkimi i zotit Veliaj, kanë qenë pikërisht të hartuara dhe administroheshin pranë Bashkisë Tiranë. Tashmë në këtë momente, jo si rrjedhoj e vendimit të gjykatës kushtetuese, por si rrjedhoj e faktit që çështja ka shkuar për gjykim dhe ky rrezik që mund të ishte në nivelet e dyshimit në atë kohë, por një dyshim që ekzistonte, nuk ekziston më. Kështu që unë mendoj që në referimin e 260 kodit procedurës penale, ekzistojnë kushtet që zoti Veliaj të paraqisë një kërkesë për zëvendësimin e një mase sigurimi në detyrim paraqitje, në mënyrë që të shikohet dhe ky interesi më i lartë publik, ai të ketë mundësinë dhe të ushtrojë funksionin e kryetarit të bashkisë, nga ana tjetër të ketë mundësinë të ndjeki procesin e tij në gjendje të lirë, ashtu siç shpreh edhe gjykata e Strasburgut në shumë vendime të saj, në mënyrë që në rastin konkret të mos ketë asnjë pengesë dhe përsa i përket ushtrimit të funksionit më të lartë të kryetarit të bashkisë dhe të qeverisë pushtetin vendor të Bashkisë Tiranës për ato zgjedhës të cilët e kanë votuar dhe e kanë besuar drejtimin e Bashkisë Tiranës, nga ana tjetër të jetë i lirë në pritje të vendimarrjes së gjykatës. Sa janë gjasat që kjo të ndodhë? Kjo që më artikulon që mund të shkojmë edhe një zëvendësim të masës nëse vjen një kërkesë e tij. Gjasat, në vlerësimin tim gjasat janë shumë të ulta, sepse
rasti Gëllçi kundër Shqipërisë vërtetoi në gjykatën e Strasburgut, vërtetoi që gjykatat shqiptare, jo vetëm gjykatat e posaçme, por në përgjithësi gjykatat shqiptare, ka një qasje që ato kushtet dhe kriteret për caktimin e masës sigurimit parashikuar nga ne 228 e vijus kodit procedurës penale, i arsyetojnë gjithmonë në vija të përgjithshme dhe jo në raste specifike. Sepse në momentin që tashmë nuk ekziston më ky rreziku i shkatrimit të provave, sepse çështja ka shkuar për gjykim, nuk ka më asnjë arsye dhe asnjë shkak që ti ta mbash në masën sigurimit më të rënda të arrestit me burg. Në qoftë se ti përfundimisht do vlerësosh që zoti Velia është fajtor, le të marrë dënimin, të vuajë dënimin sipas parashikimeve të ligjit. Por nuk mund të shërbejë në asnjë mënyrë caktimi i masës sigurimit arrest me burg si një mjet për të ekzekutuar atë vendim. Në rast se ti, edhe pas kësaj faze, ke ndonjë dyshim që mund të largohet ose mund të shmanget tek detyrimit, aplikon një masë tjetër që është bllokimi i pasaportës dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit. Pra janë të gjitha instrumentet ligjore që në rastin konkret zoti Veliaj ti respektohen të gjitha të drejtat procedurale që parashikon Kodi i procedurës penale. Pra, në rastin Gëllçi kundër Shqipërisë, gjykata e Strasburgut tha, në vendimet e gjykatave shqiptare nuk gjehet të arsyetuara për rastin konkret asnjë arsye dhe shkak që ndaj tij të aplikohet kjo masë. Po janë dy natyra të ndryshme dhe çështjeve, zoti Veliaj me zotin Gëllçi. Po pse? Po janë dy institucione të sa politike, aq edhe apolitike. Po pse do ta lidhim vetëm me figurën, s'paku në rastin konkret nuk mund të bëj vlerësime të aspektit politik. Ka kodin e procedurës penale, ka kodin penal, këto janë dy ligjet që udhëheqin punën e prokurisë së posaçme dhe në bazë të këtyre dy ligjeve, për rastin konkret, për çështjen konkrete duhet vlerësojnë këto kushte dhe kriteret për caktimin e kësaj masë sigurimi. Ekzistojnë apo nuk ekzistojnë më? Se po të ishte ndryshe, ato qëndrimet që mban Strasburgu jo vetëm ndaj rasteve kundër Shqipërisë, por dhe në përgjithësi do kenë të pazbatuara dhe do t'i zbatonim në mënyrë selektive. Ndaj këtij do aplikojmë masë sigurimi arrest me burg, ndaj këtij do aplikojmë masë sigurimi detyrim paraqitje, ndalimin. Ligji është i njëjtë. Të drejtat procedurale që duhet gëzojë çdo i pandehur, pavarësisht nga pozita e tij, duhet të jenë ato që garanton ligji dhe kushtetuta. Nuk mund të ngatarrojmë dhe absolutisht asnjëherë efektet e masës sigurimit, nevojat e aplikimit të një mase sigurimi me dënimin përfundimtar. Gjykata e Strasburgut thotë që çdo njeri duhet të jetë i lirë në pritje të gjykimit të tij dhe të vendimit që do të vendosë gjykata. Se në rast kundër, po vendosëm a priori për çdo rast masa sigurimi ekstreme, arrest me burg, pavarësisht nga niveli, pavarësisht nga funksioni, pa marrë në analizë rrezikshmërinë e personit, rrezikshmërinë e veprës, nevojat e jetimit për aplikimin e kësaj mase. Sepse një masë e tillë arrest me burg nuk mund të aplikohet ndaj një personi i cili nuk paraqet rrezikshmëri shoqërore për jetimin që kanë zgjatur për më shumë se 2 vjet sepse ekziston ky rreziku i shkatrimit prova. Në vlerësimin tim, masa e sigurimit arrest me burg aplikohet vetëm kur ti je në gjendje e kap personi në kushtet e flagrancës. Jo të vazhdosh 3 vite hetime ti dhe të vlerësosh me urdhër ndalimi ose me kërkesë për caktim masë sigurimi, po i kërcakton një masë sigurimi arrest me burg pse? Për shkak të funksionit, për shkak të rrezikshmërisë veprave penale.